Opozita ja ka shit shpirtin kapitalit. E ka shit. E ka shit shpirtin të kapitali. Dhe si rezultat janë të bo opozitarizëm kundër vetëvendosjes. Si janë të bo fare, mërë? Ose, si janë të ditë me bo që shduhet opozitarizëm kundër vetëvendosjes. Së është opozit kjo? Sa po e ke legjitimu një prej çështjeve kryesore, kauzave kryesore me cilat Kurti ka arë në pushtet. Që është kundër kapitalistëve. Po në po të kalëzë qërsa. 5 vjetë qeverisje i ka sha bizneset. Po bizneset në qeverisje në Kurtit kanë lullzu bile bashkë qëtu që ti përmena. Sot fitojnë ma shumë se për para. Unë po dhëmë që Kurti ju ka shërby atyne. Kurti me propagandën e vetë ka kriju për shtypjen që i ka rrit disa shërbime të cilat janë rrit për një me. Amo rritja me e madhe ka ndodhë të këto. Unë po të regoj 80 milion euro fitim banka, 180 milion euro tash. Unë nuk e di që është antikapitalist Kurti, kur kapitali kryesor është rritur në Kosovë. Ne nuk kemi asnjë biznes të madh i cili është shkatru, i cili është rrudh, i cili është zvoglu. Ne kemi bizneset mëdhaja të cilat kanë përfituar dhe unë nuk jam kundër përfitimit tyne. Unë veç po them që në kohën kur ka krizë, banka është okej me fitu. Po nuk kish mujt në qeverisjen e Partisë Socialdemokrate me pagu si punëtorin furr, si ai ndërtimtaris, si ai i cili punon në pastrim, si ai që është taksist, o cili do, si banka bre, 10%. 10% hyra i pagu naj, 10% banka, ose cili do biznes tjetër. Mirë, po flasim prap po kthehemi tek kritika ndaj vetëvendosjes. Pra, PSD nuk i pëlqen vetëvendosje për shkak se është të themi sulmuese, agresive ndaj medias dhe biznesit, apo PSD ka vrejtje me afërsinë e vetëvendosjes me median e biznesit? Jo, PSD kritika saj është... Tjetër muhabet pastaj është kjo lidhja biznes-media, që mund ta diskutojmë një herë tjetër. Po s'jam të umarën, vishti, ma atë pjesë, se për mu nuk është relevante ajo pjesë. Për mu është relevante... Për mu është relevante që ne nuk kemi përmbajtësisht opozit. Sepse opozita nuk ne nënkuptojnë... Kjo nuk është diçka e re, këto e kemi thonë çdo natë, ne në studio televizive. Po prit, opozita nuk është diçka reduktueshme, pjesa e mbetur jashtë qeverisë me thonë është opozit. Dhe ajo as nuk nis me sasinë e aktiviteteve, ose me zhurmen, ose me piskamen. Ajo nis pikë spari me ide. Nëse ti din me më tregu cili është dallimi në mes Bedri Hamzës, Memli Krasniqit, Urani Ismailit, Avdullah Hotit, Hikmete Bajramit, Lumir Abdigjikut, përveç personalitete o tyne dhe historisë që janë dikush në PDK, dikush nej, po në ide dhe qasje, ndeq me më kallëzu, qysh dallojnë ata, nëjse anë, unë mas ne dhe mund të pajtohem. Pra, dallimi mes tyne është i pa perfekt.